Ish-banori Big Brother VIP Albania Ilir Vrenozi i ftuar në një studio televizive ka folur për marrëdhënien e tij me Ilir Metën dhe takimet që ka pasur me të ndër vite. Gjatë intervistës, Vrenozi tregoi se takimi i parë me Metën ka ndodhur në vitin 2019 në stadium, moment që sipas tij shënoi edhe nisjen e miqësisë mes tyre. Më pas ai rrëfeu edhe për një vizitë në presidencë, ku ishte i ftuar personalisht nga Ilir Meta. Edhe në presidencë kam hyrë, më ka ftuar Ilir Meta. Kur kam vajtur për herë të parë, unë me idenë që do hanim një darkë jashtë presidencës, kur më thot Tedi, hajde në presidencë, unë kisha turp, edhe kur hyra aty, unë i thash më falë se janë veshur kështu. Më tha je veshur shumë mirë. Në 2019 jam takuar në stadium dhe atëherë jemi bërë miq, tha Ilir Vrenozi. I pyetur nëse e ka takuar Metën në burg, ai u përgjigj shkurt. Nuk lejohet, por me shumë kënaqësi, më jep të fala nga avokati. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.